mu më kënaq kur e shoh rusën, ukrainase ku vallëzon, atë e kanë kështu me tradita. Për shembull, që një element. Dorësën popullore vallëzoj fantazia, femnat afër meje kur vallëzojnë ato largon shumë nëse ne lujtë të hapa. Të dashur miq, jena këtu me Zotri Gjevatin, i cili njihet si kërcimtari më i mirë i trevave shqiptare. Jo vetëm shqiptare, por edhe mballë Ballkanit, sepse është i kërkuar edhe në Rusi, sepse din me vallëzu mas miri. E më shumë, Basa Gjevat. Përshëndetje. Gjithashtu. Unë e thash që je kërcimtari parë dhe më i miri i trojeve shqiptare, po e bana deri në Rusi. Na tregon pak më shumë për Gjevatin, kush është Gjevati, me çka mirët edhe. Unë kam punu shumë për shkolla si profesor muzikës gjimnaz kom do mësim. Muzikën profesion e kom, por tash këtë mosh tërheq mote për vallëzimi edhe më orientu në vallëzim. Se sa vite? 10 vitet e fundit jam vallëzim orientu. Shkojnë për diskoteka, 7 herë në javë rregullisht kom qenë. Diskoteka në Prishtinë. Cilin vallëzim e bën më së miri? Gjitha vallëzimet e bëj tangon, po tash tangoja më tepër ka ra, mandej vallëseri ato vallëzime, tash më tepër vallëzime lëvizja trupi sipas muzikës, të lira. Edhe shkojnë për diskoteka në Bullgari, sen që shtu, kom pasë ras me ruse, aty janë njofte në për vallëzim, se ruset edhe ukrainasit krasin me shkollën edhe kryen dhe shkollën e vallëzimit. Ato shumë herë më pa prezentu pse nuk vjen ti me ligjeru në Rusia në i krije. Jo, mire kom edhe Kosovë, se ata janë dhonën për vallëzim. Kënaku, mu më kënaq kur e shoh rusën, ukrainase ku vallëzon, ato janë e kanë kështu me tradita dhe në vallëzojnë shpirtnisht. Unë e përjetoj vallëzim, kur e shoh vajza që edhe ajo përjeton vallëzim. Nga lindi kjo pasion për vallëzimin e ke pas? Kom udhëheq ansamblin e Vushtrisë shumë jetë, aty kom qenë udhëhes artistik e ansamblit. Kemi ushtru me vallet, gjitha lloj popullore e vallet, me ansambl, kemi udhëtu një turne, koncerte kemi organizu, pe aty në kamet edhe vallëzimi tash ma tepër vjen për ato, ma tepër me vallëzim. Me vallëzim. Njerëzit që të njohin, që i bëjnë dasma, a e ki sefte ftesën e parti? Ato që të njohin për që të thirin dasëm. Po dorësma nuk tash adin rrallë po bëhen, për para kanë bëse. Dorësën popullore vallëzoj fantazia, femnat afër meje kur vallëzojnë ato largon shumë nëse ne lujtë të hapa, adin vallëzime popullore, po ato shkrijnë, adin shumë herë kom pasur në diskotekë më kanë bërë femnat. Çu edhe nere mere këtë kantore se këtë vallëtare vallëzo se na çmende me vallëzim më bëjnë, adin shumë femna. Cilat janë ato skena që duhet mi lëviz ato lëvizjet që duhet mi dit një person për me vallëzu? Personi interesum mundët të dikush me shku, me mësu, ka pak diçka shumë le mëson, por njeriu nuk lëshov se nuk e njohën e këto. Çdo se janë pa e vallëzu nuk e dën. Mas pare duhet me dash vallëzimin, me vallëzu edhe mandej lindë shigera për vallëzim. Kur ke vallëzu për herë të fundit? Për herë të fundit, jom konë në Marun, diskoteka ish Maruna, tash Nois po quhet, aty kom qenë për shtundën e kaluar. Edhe ke vallëzu? Po, ku dhe shkoj edhe që nesër premte shkoj prap. Mërkure premte shtundë po bëhet më mirë, ditë tjera më pak. Bile një natë kur në shkoj vetë në thrasin diskotekës, aty hate se son të kem kështu, vetë në thrasin telefon. A më nëshë më në vallëzu qëto, e di që i në rrugë, po që më në vallëzu vëq pak për drejt për emisionin Kosovajnë. Hajtë, vëq pak, okej, so mare, s'prish pun, marën e kina qitë, jashtë e kina. Po vesh andodhi, një mare kishkuta, kiship në aeroplan i marrë shkaj e kish marrë vizën. Hajtë, okej, s'prish pun, vëq pak, qa do pak më të pa. Hajtë. A e falë për parem fokusov, hajtë. Për shembull, që një element. Faleminderit shumë. Po i përshëndes. Çfarë mesazhi ju kishë dhënë gjithë atyre njerëzve që dojnë me vallëzu dhe kanë vallëzimin gjak edhe ngurojnë me vallëzu? Shishoni, vallëzimi është pjesë e trupit njeriut. Kur vallëzon ti, unë për shembull nuk kam nevojë kur me shku të mjeku me këshir si e kom tensionin.
më në gjesë përqona, unë e 15 minuta, 20 bëj gjimnastik shpejt, banes. Edhe elementin kër e bëj komën e qoja papi drejshtu, unë e di që kom tensionin. Ble mjekem ka thonë, specialistja të i kur për tension mos me ndo. Se bën gjimnastik po valzon, ti tension në tje. Sekret. Okej, do me thonë je sekret. Sekret. Sa i vja je sekret. Je martum? Jo. Ove, koni martum. Kërshën t'i shohë që do më romi me shkum diskotekë. Qa to kesh të thonë? Unë e kom shiju jetën. Ma mirë është ajo, me shiju jetën. Gjithkush e ka atër më lënduimin vetë, por unë kom qenë qasi soji. Shiju e jetën sepse jeta do të shijon ty. Shumë shokë që jonë martu dhe që më thujnë. O, t'isha konë si të dhe njerë kur s'isha martu, pëse lepër për të seguria ymrin të hanë. Ymrin të hanë, po këtë më konë ishin da. Pëse s'ja vëm pytjen të shokëve to, pëse s'po ndahi bre? Ja, shmoj përzi jetën e kërkoj. Unë e jetoj jetën si mas dëshirës tina dhe gjithë kush jeton. Se thujnë, të na mendojnë njerës të je, të thotë për shembull, qësh i thunë vetës, është shok, qëfar shoku unë e ti, dhe me thonë zotëri njeriut. Nuk o zotëri të në mendojnë që zotëri pasanik, po zotëri njeriut zotërën gjithë kërç me vetë vete. Ende terminin të na nuk dinë, trektari nuk dinë më shprej me ty. Thotë, urë në vlaj, urë në shok, ku në shok me ty, kur shok se më thuj zotëri. Zotëri se ti zotërën me vetë vete. Që kjo është ende terminit nuk me dalu njerës, që kjo është. Po ti për të mundësia, më ba një asambel për valzim, një kurs ose një gare valzimit, a do të marrësh pjesë? Do të marrë pjesë, por kom kalu jetën, kom marrë pjesë gjithkon. Ku kon një esenë, kom shku regullisht, kom shiju jetën. Kësha marrë prasë pjesë, po pse mos e marrë pjesë? Nga e merë këtë energji? Qysh? Nga e merë këtë energji? Energji, po të regoj, kom pas, sot me më thonë si e kom energjisi kur kom qenë gjatë 18 vjeqarë. Po 18 vjeqit ja? 18 e zbullumë! Mesazhet për fond. Mesazhet për fond, cili do t'ishte? Gjithë kush valzon një ndryshe vetën, është ma i ri, është ma jetëshëm për jetë, ma ka vullnet me jetu. Dhe me thonë njeri i ngurum, nuk valzon organizmi i ngurum është. Dhimbje kur ki dikun me masazh, me fiskulturë e kalon. Që qëto 2 gishta i kom zonë të i bo gjimnastik, mu zgjanë nuk ashti këtu. Me masazh dhe më gjesë të i bo që për regullot vërën për bjerë. Bashkët gjeshta? Që valzimi që të e ka dhe me thonë, valzon të i organizmi gjithë është gjithë. Shka për në valzon edhe diçka pak për fond. Hajde edhe pak për fond të emisi. Që valzon e bashkë, që edhe unë valzon, që hajde, 1, 2, 3. Që shket që kjo, hajde vish kalzoma që unë e boj. Hajde e bojna bashkë. Jena drejt për drejtash edhe hajde e bojna bashkë. Hajde po, hajde tjetër, okej, hajde. Hajde, luj qyqek. Ta zemrën, trujt zoti, kalosh që shoma shmirti. E ju të dashur mi, që mëse hum një kanalin asësi, sepse me gjana të mira, me gjana shumë interesante, po kush tjetër ju vjen? Ju vjen Kosova Info.